Prokurori publik dhe kreu I deri tani I prokurorisë themelore publike në Shkup, Gavril Bubevski, ka hedhur poshtë si të pavërteta dhe shpifës akuzat e bëra nga avokatja Leila Kadriu për disa situata që ajo I ka përmendur se ka ndodhur gjatë kohës së prokurorisë speciale publike, ku Bubevski ishte prokurori PSP-s, në të cilin institucion kishte punuar edhe Kadriu. Në letrën publike dërguar mediave nga avokatja Kadriu, Bubevski thotë se prej që ajo të kërkoj falje. Në të kundërt paralajmëron padi ndaj saj. Nëse nuk marrë kërkim falje sipas afatit të përcaktuar ligjor, do të paraqes padyshje hetare për shpifje dhe se në gjyq do të vërtetohet se gjithçka që është thënë është absolutisht e pavërtet. Për pohimet e avokates Kadriu ka reaguar edhe VMRO Dupmone. Ka thënë se ish PSP-ja duket se ka qenë më shumë shtabi I LSDM-s. LSDM, Zaev dhe Spasovski, përmes Katica Janevas, kanë kontrolluar se cilat e lëndë I ka punuar PSP, cili prokuror do t'i udhëheq ato lëndë dhe cilat persona do të jenë të përfshirë. Prokuror të tillë si Lençe Ristoska, Gavril Bubevski, Fatime Fetaj dhe Lile Stefanovska I kanë punuar këto lëndë, ndërsa Janeva ka luajtur rolin e koordinatorës, pasi asaj I mungonte ekspertiza në materie. Fushata kundër PSP-s, thot LSDM, don të thot kthim të Nikola Gruevskit. Është duke u zhvilluar një operacion koordinues politik, qëllimi I së cilit është kthimi I Nikola Gruevskit. Në vend të Idrizovës, VMRO po ja përgatit kthimin atij në Pallatin e Bardhë. Kështu duken reformat e VMRO-s. Në një emision televiziv, Kadriu ka thënë se përfaqësues udhëheqësisë atëhershme të LSDM-s kanë ardhur shpesh në zyrat e PSP-s. Ajo drejtuar prokurorëve Gavril Bubevski, Fatime Fetaj, Lençe Ristoska dhe Lile Stefanova, siç I ka quajtur si bashkëpunëtor të ngushtë të prokurores Katica Janeva, ka thënë se fjala e tyre është dëgjuar gjithmonë. Posaçërisht për Bubevskin ka thënë se ai ka përdorur 4 telefona dhe shpesh I ka pasur në mbledhjet e tyre, ndërsa të tjerët e kishin të ndaluar. Kurse për buxhetin e PSP-s, Kadriu ka thënë se një pjesë e saj është përdorur për të paguar fëmijët e politikanëve. Gavril Bubevski ka qenë njëri ndër prokurorët e ish prokurorisë speciale publike, e më vonë u bë shefi I prokurorisë themelore publike të Shkupit. Leila Kadriu ka qenë gjithashtu prokurore e PSP-s dhe nga atje ishte larguar shumë shpejt dhe më pas ka punuar si prokurore në prokurorinë themelore të Tetovës.